Pas mbështetjes që i dha gjestit, Xhibani është kërcënuar nga persona që sipas tij lidhen me Jozin. Kanë filluar kërcënimet e para nga njerëz që asociohen me Jozin. Gjithë ju që kërcënoni, jetën e jap, terrori nuk e pranoj. Jetën e jap. Hajde, jetën e jap. Por mendimin tim do ta them për herë, fjalën time të lirë, tër jetën do ta them për herë, u shpreh ai. Xhibani u distancua kategorikisht nga veprimi i Jozit, duke i quajtur të papranueshëm dhe pabesi. Nuk do ta kisha bërë asnjëherë kurrë, në rregull. Unë e distancoj veten time nga ajo gjë 1000%. As nuk dua lidhje fare me asnjë njeri që sillet ashtu, tha ai. Duke ju përgjigjur kritikëve që e krahasuan me Jozin për një shtyrje që i kishte bërë më herët gjestit, ai u shpreh qartë: "Gjithë ju që thoni, edhe ti e ke gjuajtur, jo, se kam gjuajtur kështu unë. Nuk kam marrë tër forcën time ta godas. Më ka prekur, më ka ofenduar, e kam shtyr, jo me tër forcën time. Edhe në qoftë se jeni mbështetësit e mi, vetëm për atë akt, vetëm për atë gjest që kam bërë me gjestin, nuk ju dua hiç, zero, ikni." Ky reagim i fortë i Xhibanit pason një valë të madhe solidariteti për gjestin dhe dëshmi të qarta se dhuna në çfarëdo forme nuk ka vend në shoqëri, as në ekran. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.